ankohemi grupat cilat janë si pasojë e rrjedhjes së ujit prej 2023 se tek nena, kështu që ujti ka hi asfaltit për puni dhe ka shkatruar siç po shihet edhe me kamerën e ju. Kemi bë kërkesa në komunë që 2 muaj ditë kemi vazhduar non-stop kemi shkuar, na patën premtuar që 20 mars do të kryhet kjo punë, mirë po sa di 9 prill nuk ka ende kurrë. Tash mbetet shihet matutje se çka po bën. Problemi tjetër është ndriçimi i cili është shumë i dobët ose as pak nuk funksionon fare. Kisha pas dëshirë që më dalë se enën fëmija enmi në terë është edhe rrezik. Kështu që kisha pas dëshirë edhe ndriçimi mu rregullu, por çështja kryesore është shpejtësia e veturave i cila a ka pas aksidente? Ka pas aksidente prej këtujt e deri atje nalt. Vetëm si vjet 5-6 aksidente kanë pas. Shkaku i ngricave, ujë që ka rrjedh, edhe domethënë nuk kanë përshtat shpejtësisë e cila me siguri ekziston tabela dikon 30 ose 40 orë, po këtu shkojnë 70 përpjet. Mu po më doket absurde kjo. Sa i përket rrugës, se unë e di pjesa tjetër mbahet me komunën e Obiliqit edhe kjo tjetra me anën e Prishtinës. Kjo sa të përket rrugës, do të më dalë komune e Prishtinës me rregullu këtë çështje. Mos është përgjegjësi e tyre, se na e kemi verifikuar se kanë diskutabile, na thoi që një është me ministri, është me Obiliq, po deri unë vetë personalisht e kam verifikuar që kjo rrugë qëndron në pronësi të komunës së Prishtinës. Domethënë kryetari përparim Rama do të më marr me këto çështje, me këto probleme tona, të cilat ja kena dhënë edhe votën për çit punë. E duhet me dalë me në ndihmu, mëna u përgjegjë thirrjeve tona cilat i kemë problemet. Problemi i shpejtësisë madhe, duhet me qitë policë e shtrimit. Prej Dugojës, tek të jena të hadja, atje në fund të hadja e re, pakon ata policë shtrim, ky problem nuk hiqet. E do me thonë, më po më interesën edhe me ditë gropat që janë bo, rruga që o prish, kur kanë punu me ujen, i kanë lënë rrugët kështu nuk i kanë rregullu. Kur e kanë rregullu ujt, të gropat që kanë plotësuar. A është dashtë, me 20 mars na pa premtuar që do të me i mush këtu. Mirë po nuk është krye kjo punë, tash pse shkaku i tyne e din ata pse. Do të na më mbledh prapë, siç që kemi pas problemin e ujit, do të me shku prapë atje. Mos më javë që deri sa të vinë që me rregullu se e kemë problem. Sa i përket fëmijëve, se unë e shoh që edhe në anën tjetër me kamerë, nëse mundemi me e pa, nuk kanë edhe trotuar. Qysh ja bëni me fëmijë? Do të me i marë për dorë dhe me i quë të shkolla ose me kere, me siguri pa pas një prezent fëmija që me që në shkollë, na nuk guxojna me i lanë me shku poshtë njëna shkaku i rrezikshmërisë shpejtësisë të madhe. Çaja është kryesorja. Pa e bo që të problemin, policë të shtrim, meshtra këtu nuk e nalin shpejtësinë. Nuk e nalin. A keni bo ankesa, a keni shku në komunë Prishtinë? Kena shku në komunë Prishtinë, që sërë, po shije çfarë shpejtësi është. Kemi bo ankesë, kemi shku në komunë, edhe do të shkojmë prapë, vetëm më rregullu kjo çështje. Shpejtësia, numër 1 shpejtësia duhet më nalë. Kur të pëson, ose të mytet dikush atëherë, çka po na vynë? Ma mirë është me parapri, me nalë shpejtësinë, atëherë kemë siguri edhe na për me lëviz lirshëm. Problemi është përgjigja aty në komunë çka ka qenë? Përgjigja aty në për këto i kanë nështruar 2-3 vena këto policë të shtrim, ato të heqin. Kështu që dëshira jam edhe kësaj komuniteti këtu që jem, do të me konë policë shtrim me betonum. Pe hadjes nalt që është hadja e re, tek tehna të Dugoja atje që kthejmë në aktesën të televizioni, pa i shtruar që tu. Sa i përket ndriçimit në këtë lagje? Ndriçimi është i dobët. Ndriçimi thuj se nuk e fare funksionon. Shumë i dobët është. Kisha pas dëshirë që këto punë më krye për të mirën tonë. Se dalim natën, dalin plet, dalin nuk shihet
që kjo është A kryesori. mundesh